çfarë mund të kesh një gjuhë drujtë një ministri i cili çfarë do thotë të entourazhin e qeverisë dhe kryeministit, po megjithatë po bëj një pyetje me që ashtu. BE-ja, zoti ministri mirëmbrëma, BE-ja ka filluar negociatat me ministrin e jashtëm iranian, krejt ndryshe nga kursi që po ndjek Shtetet e Bashkuara. Me qëllimin për të shpëtuar çfarë mund të shpëtohet. Pra, po mundohen që të ndërtojnë një urë komunikimi në mënyrë që të zgjidhet me bisedime kjo çështje. Ndërkohë që Shqipëria aspiron të integrohet në BE, në shumë raste ka politikat e veta në përputhje me BE-n, në këtë rast Shqipëria mbështet pa kushte Izraelin në flagrancën e tij të shkeljes së çdo ligji ndërkombëtar kur synon një vend tjetër, pavarësisht kush është ai, pavarësisht rezervave që kemi për Iranin. Pyetja ime është pse nuk kanë ndjekur qeveria shqiptare një gjuhë të moderuar, si për shembull presidenti francez apo disa liderë evropianë, të cilët thonë Irani jo armë bërthamore, por ama jo sulme ndaj një vendi sovran. Dhe kështu ka hapur rrugën e bisedimeve, komunikimit mes palëve për shmangur të papritura që mund ndodhin, sepse kjo nuk është shaka, askush nuk e di se si do të përfundojë, dhe secili prej nesh jemi të përgjegjshëm për atë që bëjmë. E dytën ma dojgji i ylli, se desha të them, qëndrimi juaj, dhe më thonë si Ministeri i Jashtme dhe përfaqësimi i Shtetit Shqiptar për masakrat në Gaza është zero. Nuk ka fare prononcim. Po megjithatë ju e thatë, kështu që unë nuk presit të shumë, po përgjigjen për pyetjen e parë do të dëshiroja ta kisha. Faleminderit, është e rëndësishme që gjuhat mos jetë ekstremiste, gjuhat mos përmbaj element pasioneve personale dhe të mos jetë për asnjë moment në raport me qëndrimet që mban një shtet, subjekt i angazhimeve nganjëherë edhe radikale të dikujt apo të shumë kujt që e mendon ndryshe. Shqipëria i qëndron qartë dhe bindshëm qëndrimeve që ka mbajtur. Shqipëria vazhdoi të jetë një partner i besueshëm për Bashkimin Evropian. Shqipëria do të vazhdojë të mbështesë qëndrimet e vendeve demokratike, vendeve perëndimore, për të pasur një të ardhme të cilën ne pretendojmë ta kemi larg regjimeve të Ajatullahëve, larg regjimeve diktatoriale dhe me shpresën shumë të madhe që t'i largohemi sa më shumë ekstremizmave të cilat marrin nuanca të ndryshme edhe në angazhime të tilla. Zoti Rakivi. Pse ka dy standarde, shumë thjesht. Pra kur goditi Rusia dhe shkeli normat, nuk kemi Hezbollah, zotri, nuk kemi Hezbollah, si më fal, ne nuk po diskutojmë se është Iranin. Nëse diskutojmë për Iranin, diskutojmë ashtu siç duhet. Pra ne po themi pra mos ngatrojmë gjërat, ne po themi juridikisht. Irani ka kusuret e veta, është një shtet që ka probleme nëse do, shtetet terrorist nëse do, po kjo nuk do të thotë që të shkelësh të gjitha normat ndërkombëtare. Kur e shkeli Rusia, me të drejtë u ngrit gjithë komunitetin ndërkombëtar dhe Shqipëria dhe e denoncoi. Të njëjtën gjë bën Izraelin nuk denoncohet, a nuk është një qëndrim me dy standarde, kjo është ide që askush nuk ka denoncuar qëndrimet e drejtanishme. Mirë është që bisedë me mujahedinët ne nuk kemi, kështu që ne do vazhdojmë në këtë rrugë që kemi ndjekur. Baton ke. Atëherë, unë po mundohem t'i bëj dy pyetje me njerëz. Së pari mirëmbrëma ministër. E para, po jetojmë në një kohë kur dy institucione, ky më i madh i AKB-s gati që është i hesur, mos themi që nuk ekziston. Dhe po më duket fati i juaj dhe i joni dhe i Shqipërisë është që kemi qenë të fundit që kemi diskutuar për procedura dhe për probleme brenda AKB-s dhe si duket kjo do t'jetë edhe për një kohë gjatë një harres ose nuk do të diskutohet më. E dyta, që me që përmenet e AKB-n, prandaj e bëra këtë konstatim. E dyta, kemi një rrugë unilaterale të vendimeve të shteteve, po themi të superfuqive, të cilët organizmat ndërkombëtar, çfarë është AKB-ja, pastaj çfarë është G7-ja, janë pa përfillshme më. Në këtë rrugë të fuqive të mëdha ku Rusia hyn në Ukrainë, Izraeli bashkë me Amerikën
e pranojmë ose pranojmë, Amerika është brenda sulmit. Ju jeni ministri i jashtëm, do të jeni kujdesshëm, po na mund të konstatojmë këtë gjë, që Amerika është brenda sulmeve në Iran. Dhe kur jemi kështu, një Amerikë e fortë, e cila është e ndam në ata të cilët janë, po themi Amerika First, të cilët nuk dojnë ndërhyrje, dhe një Trump i cili e ndroi strategjinë posa hyrë në shtëpi të bardhë, dhe nuk e kam më Amerika First, por zgjerimin e strategjisë së vet. Sikur po hymë në një fazë të një betejë trilaterale të tre se superfuqive, Kinës, Amerikës dhe Rusisë. Duke qenë vend i vogël, është e vështirë të thirrësh në organizma ndërkombëtar, ose është e vështirë të përkrash dikën ku nuk e din fundin, ose nuk e din fundin e kësaj ngjarje. Ndoshta edhe mund të kem pasoja të vogla në të ardhmen, kur takohen këta tre dhe e vendosin për një Jaltë të ardhshme. Për arsye se konsideroj që edhe Jalta është e vdekur, nuk ekziston. Më thuaj, a keni një përpjekje brenda ministrisë, brenda kryeministrisë, që të ndërtoni një rrëfim strategjik të kujdesshëm se kuj i takoni dhe kuj i takoni, se nuk mjafton më vetëm perëndimit NATO-s, se këto nuk janë formatet cilat janë stabile më. Kuj i takoni strategjikisht, ku do e prekni vlerat e shqiptarëve dhe Shqipërisë, dhe natyrshëm një pyetje që është shumë sensitive, nëse të gjitha këto tri fuqi takohen dhe vendosin çfarë do bëjmë me Kosovën, e cila është gjithashtu pjesë e kësaj problematike të pazgjidhshme. U mundova që spaku me i prek disa elemente të cilat janë problematike, për arsye se vetë Amerika është e ndarë në dysh rreth konfliktit, edhe ju besoj sot e keni pasi Ajatullahu e kërkoi Vencin si ndërmjetësues, për arsye se Trumpi është i papërdorshëm, siç tha, dhe i pabesueshëm. Mbi këto koncepte, mbi këto situata, cili është plani Ministrisë së Jashtme, strategjia për ta kuptuar këtë situatë koklavitur? Zoti Baxhiu, faleminderit. Është një nga gjërat që ne kemi filluar prej kohës, ta themi, multilateralizmi prej disa dekadash është duke vuajtur. Vendet tashmë nuk i shohin më faktet, ngjarjet dhe situatat nga këndet të përafërta, por po i shohin nga këndet drejt për drejt kundërta. Kemi një betejë tashmë të hapur midis demokracive dhe demokraturave.